Soda e bukës të shpëtoni jetën. Ja si ta përdorni për të trajtuar këto probleme. Për shumë prej nesh, soda e bukës është thjesht një përbërës që i shtohet ëmbëlsirave dhe disa gatimeve të tjera. Ndoshta disa të tjerë e përdorin edhe për pastrim, ose ka edhe ato femra të cilat e përdorin edhe si një përdorues të mirë kundër problemeve të banjos. Me sa duket, përdorimi i sodës së bukës në bukuri ka edhe bazat e tij produktive në lehtësimin e një sër problemesh. Gjithashtu, pirja e një gote me ujë me një gjysmëlugje çaji të tretur në të me sodë buke mund të parandalojë edhe një sër problemesh të tjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës është një substancë alkaline që ndihmon në funksionet tuaja metabolike. Soda e bukës përmban gjithashtu fosfate dhe bikarbonate natriumi, elementë të cilët ndihmojnë në lehtësimin e urthit. Kur acidi i stomakut ju ngjitet deri në ozofag, shkakton djegje të stomakut. Kjo gjendje mund të trajtohet duke pirë ujë me sodë buke. Neutralizon pH-in në organizëm. Konsumi një gjysmëlugje çaji sodë buke të tretur në një gotë me ujë mund të rivendosë ekuilibrat e pH-it në trup. Për shkak se pH-i i shtatë, soda është një përbërës magjik që ndihmon të metabolizojë dhe funksionojë më së miri. Nëse keni probleme gjithashtu me gurët në veshka, soda e bukës mund të jetë një aleat i shëndetit tuaj. Konsumi i rregullt i sodës së bukës mund të shpërbëjë kristalet e vogla dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin tuaj të veshkave, gjithmonë nëse e përdorni brenda normës së lejuar. Ajo do të rrisë edhe performancën tuaj fizike. Soda është tepër alkaline që do të thotë se do të ulën nivelet e acidit laktik që mund të kontraktojnë në muskujt tuaj. Soda e bukës është një mënyrë efektive për të parandaluar gjithashtu edhe grumbullimet e acideve në organizmin tuaj në tërësi. Një nga trajtimet më të mira kundër infeksioneve urinare është edhe përdorimi i sodës së bukës. Përzieni një lugë sodë buke në një gotë me ujë dhe pini atë të paktën një herë në ditë. Kjo metodë është veçanërisht e dobishme nëse përjetoni djegje ose gjithashtu keni edhe probleme të ngjashme. Përdorimet e saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të ofrojnë lehtësime të duhura për të cilat ju keni nevojë në mënyrë të përditshme. Përdorimi i sodës së bukës në dietën tuaj sigurisht që ka edhe anën e saj pozitive. Jo vetëm për shëndetin, por gjithashtu edhe për pjesë të ndryshme të aktiviteteve të cilat e keni të nevojshme. Një produkt që rrallë mungon në shpenzimet tona është edhe soda e bukës. Kostoja e vogël dhe lehtësimi i disponueshëm mund të jenë gjithashtu zgjidhjet produktive kundër këtyre komplikacioneve. Në fakt, ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë dhe të jashtëzakonshme kundër një sër problemesh. Soda e bukës para së gjithash është e nevojshme se mund të përdoret vetëm në doza të vogla dhe para se ta bëni, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse vuani nga probleme të caktuara dhe jeni duke marrë gjithashtu edhe medikamente. Për shembull, tensioni i lartë i gjakut ose arsyet se pse po ndjek një dietë të varfër të natriumit, raste të cilat soda e bukës duhet që të shmanket. Thënë kjo, ja se si mund të shtoni një gjysmëlugje çaji sodë buke në dietën tuaj për të marrë përfitimet më të rëndësishme dhe për të përmirësuar organizmin tuaj. Bikarbonati i natriumit ose njohur ndryshe si soda e bukës do të rregullojë pH-in e gjakut duke reduktuar nivelin e aciditetit. Ajo ndihmon me tretjen sidomos kur kombinohet me lëngun e limonit ose xhenxhefilin, të marra kryesisht edhe pas një vakti të rënd. Vepron si një antiacid duke paksuar djegjet e stomakut nga urthi. Zvogëlon gjithashtu infeksionet e traktit urinar duke dezinfektuar atë. Mban kolesterolin e keq nën kontroll, ndihmon gjithashtu edhe në zbutjen e mishrave të dhëmbëve, redukton entjen në përgjithësi dhe gjithashtu ofron një zgjidhje produktive në mbrojtjen e organizmit tuaj në veçantë. Për më tepër, studimet e fundit kanë treguar se një dozë minimale e marrë çdo ditë, e tretur gjithmonë në ujë mund të ofrojë zgjidhje fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Bikarbonati i natriumit ose soda e bukës është një zëvendësues i shkëlqyer edhe për majan në gatime.
dhe mund t'japë gjithashtu rezultate fantastike për gatimet tuaja të shijshme. Është e rëndësishme që nëse zgjidhni të përdorni sodën e bukës në dietën tuaj, ta bëni atë gjithmonë në kujdesin e duhur dhe asnjëherë duke e tepruar. Po përveç përdorimeve të shëndetit, soda e bukës mund t'japë rezultate fantastike edhe në dukjen tuaj të jashtme, gjithashtu edhe në ambientet e shtëpisë. Soda e bukës është një pastrues efektiv. Rezultatet me të vërtetë janë magjike. Në të njëjtën kohë do ju kursej shumë shpenzime të panevojshme, pasi kostoja e sodës së bukës është gjithashtu shumë e ulët. Përveç gatimit, soda e bukës ofron përfitime të ndryshme që do të ndryshojnë jetën tuaj të përditshme. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në pastrimin më të mirë të lavamanit. Shërben si një pastrues i dobishëm i lavamanit. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund t'i shtoni gjithashtu edhe lëngun e limonit. Të njëjtën gjë rekomandohet edhe me sodën e bukës për të zhbllokuar gjithashtu edhe tubacionet e kanalizimeve të cilat mund të bllokohen edhe nga mbetjet ushqimore të cilat i hidhni aty për një kohë të gjatë. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrim dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike. Soda e bukës është një zgjidhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga fruta dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni në këtë rast është të shtoni disa lugë sodë buke në lavaman me ujë dhe më pas t'i lani produktet që keni bler. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, pasi soda e bukës është një largues shumë i mirë i pesticideve, të cilat përdoren edhe për të mbrojtur frutat. Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret në mënyrë të rregullt për largimin e aromave të këqija të cilat gjenden në frigoriferin tuaj. Soda e bukës është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendoset një pak ujë hapur me sodë buke në frigorifer ose edhe në vendet ku ka myk. Do ta thithë plotësisht aromën e keqe dhe do ta mbajë larg gjithashtu edhe mykun e krijuar në to. Soda e bukës mund të rifreskojë edhe peshqirët tuaj të cilët duken të vjetëruar. Vetitë e deodorantit me sodë buke janë fantastike gjithashtu edhe në mbajtjen e peshqirëve më të shëndetshëm, pasi ajo mund të përmirësojë në përthithjen e aromave të këqija, siç janë edhe ato të cilat gjenden te peshqirët. Nëse keni nevojë të freskoni peshqirët tuaj, mund të vendosni një gjysmë filxhani në lavatriçe ose së bashku me detergjentin e zakonshëm të rrobave për të larguar kështu aromat e këqija të tyre. Soda e bukës mund të përdoret si një produkt që pastron bijuteritë. Nëse keni bizhu argjendi, mund t'i lani me sodë buke me ujë të nxehtë, më pas i pastroni mirë me një leckë të butë. Largoni njollat nga tapeti. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund t'i largoni ato me pak sodë buke. Mund të shtoni edhe pak uthull. I lini që të thahen dhe më pas e pastroni me fshesë me koren. Largon erën e keqe të gojës. Kjo zgjidhje e thjesht funksionon vërtet. Nëse fryma juaj ka erë të keqe ose qep ose hudhër ose të dyja, gjithçka që duhet të bëni është të hidhni një lugë çaji sodë buke në një gjysmë gotë ujë. Bëni gargarë me të dhe sodë buke do të neutralizoni aromat e forta dhe do të shplani në fund gojën. Ajo mund të përdoret gjithashtu në forma të ndryshme. Përdorimi i sodës së bukës do të lehtësojë përditshmërinë tuaj. A i keni ditur ndonjëherë për përfitimet që sjell përdorimi i sodës së bukës në kombinim me limonin? Gjithashtu, ky produkt mund të ofrojë një alkalizim më të mirë të trupit. Përzjeni limonin me sodën e bukës të natriumit dhe bëni alkalizimin e organizmit. Kjo do të ndihmojë në luftën e aciditeteve dhe të ndihmojë edhe kundër problemit të veshkave dhe të mbajë larg komplikacionet. Ndihmoni gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës. Ju tashmë dini se limoni ndihmon sistemin tuaj tretës. Pak sodë buke ndikon pozitivisht në sistemin tretës dhe e bën atë të funksionojë më mirë. Këto acide të mira luftojnë gjithashtu edhe problemet të fryrjeve. Soda e bukës e kombinuar me limonin në një gotë me ujë mund të ofrojë një tretje më efektive, por nëse merrni medikamente përpara përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.